Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falenderojmë, salamet dhe salavat të qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Vllazë ndarshëm deri tani jemi duke folur në lidhje me besimin, saktësisht në lidhje me imanin, realitetin e imanit, dhe tash ka ardhur pjesa ku do të shpjegojmë në lidhje me çfarë e zhvlerëson imanin, çfarë e nxjerr njeriu saktësisht nga feja. Besimtari duhet ta mësoj edhe këtë pjesë për shkak të rëndësisë së saj, për shkak të rëndësisë së imanit, që mos më shkel në këto kufit e kuq që njeriu mundet me dal nga feja islame. Andaj besimtari duhet të mësoj këto çështje çfarë mund ta nxjerrin njeriu nga feja, qofshin ato fjalë, qofshin ato vepra, apo qofshin nga pjesa e besimit. Fillimisht, ne deri tani kemi shpjeguar se çfarë i vjen me besu, cilat janë ato 6 shtyllat e imanit: besimi në Allahun, në melajke, në librat, në pejgamberët apo profetët, në ditën e gjykimit, dhe kena folur në lidhje me besimin në kaderin apo caktimin e Zotit. Pastaj kemi treguar në realitetin e imanit, i cili përbëhet nga fjalët, veprat dhe besimi në zemër, dhe gjithashtu kemi treguar që imani shtohet me veprat e mira dhe paksohet me gjunahe. Dhe tash do të flasim në lidhje me se si njeriu i cili është jo besimtar, çish futet në islam, si futet në besim, dhe ai njeri i cili ka qenë besimtar, po del nga feja, pastaj çfarë duhet të bëj për të hyrë edhe një herë në islam, dhe do të flasim në ato çështje çfarë njeriu e nxjerrin nga feja. Gjitha këto janë pjesë e besimit, të cilën e kanë trajtuar dietarët në librat e tyre, në ligjëratat e tyre, në mësimet e tyre. Fillimisht, do ta kemi çështjen e parë, të cilën do të flasim sot, është si futet njeriu në islam. Pra, dikush që është jo besimtar, çysh me besu në islam. Dhe pastaj në pjesën tjetër do të flasim se çfarë e bën besimtarin jo besimtar. Pra çfarë nxjerr nga feja një besimtar dhe bëhet jo besimtar. Fillimisht duhet ta kemi parasysh që imanin, të cilën e kemi shpjeguar deri tani, mund ta shikojmë nga dy këndvështrime. Si besim i përgjithshëm, me besu në Allahun dhe në pejgamberin, dhe kjo është shahadeti. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, besojmë në Allahun, që vetëm ai meriton madhëru, nuk ka zot tjetër që meriton madhëru përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Ky është imani i përgjithshëm. Imani i përgjithshëm. Dhe ky iman kërkohet për çdo njeriu. Ky iman kërkohet nga Allahu i lartësuar. Pra kjo është ai minimumi i imanit, i besimit çfarë kërkohet nga çdo besimtar. Pastaj çështje të tjera në detaje, sa më shumë që besimtari din nga hollësitë e gradave të imanit, sa më shumë që din nga shtyllat e imanit, pra sa më shumë që e njeh Allahun, sa më shumë që din për melajket, sa më shumë që din për librat, sa më shumë që din për pejgamber, për ditën e gjykimit, për kadan dhe kaderin, aq më shumë i arrihet dhe i plotësohet imani, dhe është prej atyre të cilët Allahu i lartësuar thot: ulaika humul mu'minuna haqqan. Këta janë besimtarët e vërtet. Lahum darajatun 'inda rabbihim, këta kanë grada të larta tek Zoti i tyre, wa maghfiratun wa rizqun karim, dhe kanë falje dhe furnizim të mirë, shpërblim të mirë. Pra, besimtari, ajo çfarë kërkohet nga ai është që të besojë në përgjithësi, si parim bazë, pra në ai shikimi i përgjithshëm tek çështja e imanit, është ta besojë Allahun e lartësuar dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me gjithë çfarë ka lajmëruar. Me atë çfarë ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe atë çfarë na ka kumtu, në ato çfarë i ka i ligjësu prej veprave që duhet i bëjmë, pra edhe ato çfarë ka rrefy prej pjesëve të ghaibit. Kjo këtë kthehet te besimi jon në pejgamberët dhe besimi jon në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, nëse dikush mundet me thonë, po mirë, pse dikujt a nuk i kërkohet pastaj besimi në melajke, besimi në libra, në ditë gjykimit dhe qada kader, ky është besimi pastaj më i hollësishëm, në hollësi. Pra besimi, një herë kemi besimin e përgjithshëm, pastaj edhe në detaje në hollësi. Çfarë nën kupton besimi në hollësi? Besimi në hollësi i bën që besimi në përgjithshëm mi zbërthy, nga se ti beson në melajke, për shkak se Allahu i lartësuar na ka treguar në Kur'an. Beson në çështjet e ghaibit, në urën e siratit, në xhenetin e xhenem, se Allahu i lartësuar na ka treguar në Kur'an, se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar, dhe pra kjo është si rrjedhojë e besimit tënd në Allahun dhe të dërguarin e tij. Pra është zbërthim apo zbërthim i shpjegimit të kuptimeve të shahadetit.
kur i thu dikuj me thon shahadetin la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, vetëm që ky deklarim i tij, edhe besimi në zemër e bën musliman, e bën të tillin musliman. Pastaj sa më shumë që din se çka nën kupton shahadeti, aq më shumë i plotësohet imani dhe i forcohet imani dhe i ngriten gradat e tij te Allahu i lartësuar. Dhe për këtë se besimtari hyn në fen islame, se njeriu hyn në fen islame, pra me deklaratën e shahadetit, vetëm thënien e shahadetit dhe besimin në zemër, kemi argumente të shumta nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu nga jeta e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pe haditheve të cilat do t'i përmendim, se njeriu hyn në islam, mjafton mi thon shahadetin, deklaratën e shahadetit, pra dy pjesë të shahadetit, dëshmia që Allahu i lartësuar meriton madhuru, pra që vetëm Allahun e kemi për Zot, që vetëm ai meriton madhuru, dhe pjesa e dytë e shahadetit është dëshmia që Muhamedi është i dërguar i Zotit. Pra nuk mund ta ndajmë shahadetin, me thonë unë besoj vetëm Allahun, por se besoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se një gjë e tillë nuk është plotësim nuk është besim i drejtë në shahadet. Shahadeti përbëhet nga dy pjesë dhe janë të pandashme. Besimi në Allahun që vetëm ai meriton madhuru dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, dhe kjo është ajo çfarë njeriu e fut në Islam. Deklarata e shahadetit dhe besimi në zemër. Përderisa nuk e bën ndonjë vepër apo fjalë apo besim që e kundërshton shahadetin. Përderisa nuk nga njeriu i tillë, i cili e deklaron shahadetin, thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, dëshmoj që nuk meriton më adhuru askush tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, deklarata e tillë dhe besimi në zemër e bën njeriu musliman. Vazhdon me qenë musliman përderisa nuk e thot ndonjë fjalë që bën ndesh me shahadetin, apo nuk e bën ndonjë vepër që bën ndesh me shahadetin, apo nuk fsheh ndonjë besim që bën ndesh me kuptimet e shahadetit. Dhe për këtë kemi hadithe të shumta, të cilat do t'i përmendim në vijim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot ka thonë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kush thot ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, kush thot dëshmoj, pra thot shahadetin që nuk ka zot tjetër që meriton madhuru përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, dhe e takon Allahun pa qenë në dyshim, pra i thot shahadetin me plot bindje, pa qenë në shybe, pa qenë në dyshim, Allahu i lartësuar do ta shtyjë në xhenet, do ta fusë në xhenet. Pra deklarata e shahadetit dhe besimi në zemër njeriu e bën kandidat që me hyjë në xhenet dhe me pështu nga zjarri i xhenemit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ndodh që dikush mi taku Allahun e lartësuar nga robi i cili e ka deklaruar shahadetin. Pra ka dëshmuar që Allahu është i vetmi që meriton madhuru, se Muhamedi është i dërguar i vetëm i Allahut të lartësuar, pra i fundit. Thot pa qenë në shybe për shahadetin. Pra i ka thonë në plot bindje dhe i bindur, i paluhatshëm që vetëm kjo është fjala e vërtetë që shpëton tek Allahu i lartësuar, Allahu i lartësuar do ta fusë në xhenet dhe do ta mbrojë nga zjarri i xhenemit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush vdes dhe e di që nuk meriton më adhuru askush tjetër përveç Allahut, do të hyjë në xhenet. Do të hyjë në xhenet. Kush vdes dhe e din që la ilaha illallah, e din, pra me plot bindje është me dije të plot dhe i paluhatshëm në deklaratën e tij të shahadetit, la ilaha illallah, do të hyjë në xhenet. Pra thash, kjo është pjesa e fillimit të besimit. Pastaj edhe duhet më vërtetu me vepra. Siç e kena marrë në dersin e kaluar, që imani është fjalë, besim dhe vepra, dhe thash e kemi thonë pastaj cila është ajo vepra që kërkohet më së shumti në mesin e dietarëve, dhe kemi thonë që është namazi. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harrama Allahu alaihi an-nar. Kush e deklaron shahadetin, thot la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dhe Muhamedi është i dërguar i Allahut, Allahu i lartësuar këtë person do t'ja ndaloj zjarrin e xhenemit. Do t'ja bën haram zjarrin e xhenemit për këtë person. Pse? Se ka vdekur si musliman, ka vdekur si monoteist që ka adhuru Allahun e lartësuar dhe ka dëshmuar një gjë të tillë me fjalët e tij dhe ka besuar në zemrën e tij. Ndërsa këto ishin nga hadithet, pra që dëshmojnë që njeriu hyn në Islam dhe bëhet musliman me deklaratën e shahadetit, me formulën e xhenetit. Shahadeti i pandashëm nga dy pjesët e tij, dëshmia që veç Allahu meriton madhuru dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Pastaj nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi shumë raste ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar nga sahabët deklarim të shahadetit që për me hyrje në Islam.
Pastaj e kanë mësuar me tutje në jetën e tyre, i kanë mësuar detajet se çfarë i bën Islami, se çfarë i bën shtyllat e imanit, cilat janë ato obligimet me Islamit, çfarë nën kupton shahadeti. Këto pastaj domethënë janë ato pjesët të cilët besimtari është i obliguar me mësu ato kushtet e shahadetit dhe shtyllat e shahadetit e kështu me radhë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur në një rast për rasteve kur Muawiya ibn Hakem ka dashur me liru një robresh nga skllavëria dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyetur atë vajzë dhe i ka thënë Ejnë Allah, ku është Allahu? Ajo është përgjigjur në qiell, mbi qiell, lart në qiell. Faqala man ana? I ka thënë kush jam unë? Thot ti je Rasulullah. Thot liroje se kjo është muslimane. Pra nuk është thellu në detaje tash më vendos në provë besimin e saj, mirë po është mjaftu me deklaratën e saj se e beson Allahun dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e beson si të dërguar, ka mjaftu që ajo me qenë muslimane dhe kjo ka qenë dëshmia se qysh njeriu e gjykon dikon në bazë të asaj të jashtmes së tij. Të jashtmes së një personi. Pra na njerëzit e gjykojmë në bazë të jashtmes së tyre. Nëse dikush deklaron që jam musliman, mjaftohemi me kaq dhe tash nuk hyjmë në zemrën e tij se çfarë fsheh. Ajo i mbetet tek Allahu i lartësuar. Ajo, besimin çfarë ka në zemër, i mbetet tek Allahu i lartësuar, mirë po ne mund ta gjykojmë dhe e konsiderojmë në bazë të asaj çfarë shfaqet në jashtmen e tij. Po ashtu, me një rast tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka pyetur një grua thot, kush është Zoti yt? Thot Allahu. Kush jam unë? Thot ti je i dërguari i Allahut. Atëherë transmetimi tjetër thot liroje se kjo është besimtare, kjo është besimtare. Gjithashtu rastin kur e ka pranuar Ebu Bekri Islamin. Rastin kur e ka pranu Ebu Bekri Islamin, shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i thot, unë jam me të vërtet i dërguar dhe pejgamberi i Zotit. Allahu i lartësuar më ka dërguar me shpallje. Dhe të ftoj o Ebu Bekri që ta besosh vetëm Allahun dhe të shmangesh, të largohesh, të distancohesh nga idhujt. Dhe mos ta adhurosh askund tjetër në vend të Allahut, po as me Allahun e lartësuar. Dhe ti bindesh Allahut të lartësuar dhe ja ka lexuar Kur'anin. Në atë moment ka besu Ebu Bekri dhe i ka mohu idhujt, është mang dhe distancu nga idhujt të cilët i kanë adhuru kurejshitët në atë kohë sa kanë qenë, domethënë pagan në Mekë. Në atë kohë sa kanë qenë pagan në Mekë, pra Ebu Bekri me një fjalë, me deklarimin e shahadetit, me besimin në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në atë çfarë ka kumtu, i cili ka qenë shok i tij, e beson dhe bëhet musliman. Po ashtu kemi një rast tjetër ku Abu Dharr al-Ghifari, pasi që pranon Islamin, afrohet tek Çabia, tek xhamia e Shajt, edhe e ngrit zërin dhe thot ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Thot dëshmoj që nuk ka zot tjetër që meriton mu adhuru përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut, me zë të lartë deklaron haptazi. Në atë kohë kanë qenë ala muslimanët të përsekutuar dhe ngriten kurëshitët pagan në atë kohë idhujtar dhe e rrahin derisa e alivanosin, derisa e shtrin për tokë duke e rre. Kështu pra shohim që nga hadithet, po edhe nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që njerëzit janë bërë musliman thjesht, domethënë në Islam me deklaratën e shahadetit, duke e besu Allahun e lartësuar dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu një rast tjetër i bukur në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pranimi i Islamit nga Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufaili kur ka pranuar Islamin, ka qenë nga zotrit në atë kohë dhe kur shkon në Mekë, paria kurëshitëve i thoin mos e dëgjo, e friksojnë që mos mi dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se i thonë se mundesh mu ndiku prej tij. E friksojnë atë shumë dhe kërcënojnë, ja tërheqin vërejtjen, saqë ai çaq shumë bindet, saqë çështja ku ka po të bëj ka për veti, po të humb ka, domethënë atë vetdijen, dhe friksohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë kur shkon afër xhamis, së shajt Çabes në atë kohë, domethënë vendos pambuk në vesh. Pambuk mi mbyll vesh që mos mi dëgju. Edhe kur afrohet te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjon diçka duke u fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afër Çabes, dëgjon nga Kurani dhe i pëlqen. I pëlqen ajo çfarë dëgjon. Mirë thot, e dëgjon vetëm pak. Atëherë thot, i fol vetvetes, i thot, çka kam unë, pse nguroj, pse hezitoj dhe friksohem mi dëgju fjalën e Zotit.
atë çfarë po më thot, në fakt një herë nuk e ka besuar që fjalë e Zotit, po çfarë po më thot, çfarë po lexon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i largon pambukat, thot nëse është e vërtet, më pëlqen e besoj. S'është e vërtet, nuk më pëlqen ajo çfarë thot, largona dhe shmangna. Dhe shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot jepëm leje që me hy dhe jep leje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të afrohet tek ai dhe i thot shfaq më atë çfarë je kafton. Se mu kështu më kanë thonë paria kurejshite, domethënë kurejshitit në atë kohë, që ma kanë tërheq vërejtjen prej teje, që mos më dëgju, mos më afru se kështu, e kanë me një farë forme e kanë kërcënu. Dhe atë shumë u friksu sa që thot kom vendos pambuk në vesh. Po thot shfaq me atë mu atë çfarë po pretendon që je i dërguar i Zotit. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fton në Islam, ja shfaq Islamin dhe ja lexon Kur'anin. Ja lexon Kur'anin fjalën e Zotit. Në momentet që e lexon Kur'anin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Tufejli thot nuk kam dëgjuar diçka më të bukur dhe më të mirë se sa Kur'ani. Subhanallahu, këtu është që njerëzit ju ka mjaftuar vetëm dëgjimi i Kur'anit. Dhe për shkak se kanë qenë arab në gradën më të lartë të kuptimit të gjuhës arabe, dhe kanë kuptuar fjalën e Zotit, në moment janë bindë se kjo është fjalë e Zotit dhe nuk është fjalë e njerëzve. Nuk ka mundësi më kon kjo burim njerëzor. Kjo burimi në ka tek Allahu i lartësuar, tek krijuesi i gjitha krijesave. Dhe thot në atë moment thot e ka pranuar Islamin. Si e ka pranuar Islamin? Thot transmetuesi ka dhënë shahadetin e të vërtetës. Cila është shahadeti i të vërtetës? Ashhadu an la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pra kjo është ai shahadeti me të cilët është kërku nga njerëzit të cilët kanë qenë pra jo besimtar që të hyjnë në Islam. Dhe mjafton deklarimi i shahadetit që njeriu të bëhet musliman dhe të hyjë në Islam. Mirë po, duhet të kemi parasysh që shahadeti pra ngërthen edhe kuptimet të cilët i përmban kuptimi i fjalës së shahadetit. Pra jo vetëm fjalë goje shqiptimi dëshmoj që nuk ka zot tjetër që meriton më adhuru, dhe se Muhamedi është robi i dërguar i tij, pastaj më shkon mi adhuru dikon tjetër veç Allahut. Apo mi vendos në dyshim profecinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo mi vendos në dyshim urdhat me të cilat është ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Kur'an. Për shembull, dikush që deklaron shahadetin me konsensusin e të gjithë dietarëve, nuk i mjafton për shpëtim tek Allahu i lartësuar nëse e mohon për shembull obligueshmërinë e zakatit, apo e mohon obligueshmërinë e namazit, apo obligueshmërinë e haxhit. Për çdo pjesë të cilën Allahu i lartësuar ka lidhsu në Kur'an, nëse dikush e thot shahadetin, po e mohon për shembull se Allahu i lartësuar e ka ndaluar zinan, immoralitetin, apo e ka ndaluar kamatin, apo e ka ndaluar alkoolin dhe e mohon një gjë të tillë, thotë ja kjo është e lejuar, ky i tili nuk e ka besu Allahun e lartësuar për Zot. Sa ai që merr Allahun e lartësuar për Zot, si të vetmi lidhsues dhe si të vetmi adhurues, është i bindur se pastaj atë çfarë ka lidhsu është komplote dhe është e përkryer. Nuk mundet ky me zgjedh diçka, çka nuk i konvenon këtij, e diçka me lonë, diçka me ju bind. Pra duhet të hyjë në Islam në tërësi, duke qenë i bindur se ai është rob dhe Allahu i lartësuar është Zoti i tij. Po ashtu, ajo çfarë duhet të kemi parasysh tjetër është që nëse dikush e ka bën ndonjë shkelje të rëndë për të cilën e ka nxjerrë nga feja, Për shembull, dikush ka rënë shahadet, ka thonë ashhadu an la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, mirë po e ka mohu një pjesë të Kuranit, qoftë edhe një ajet të vetëm, ky i tilli del nga feja. Atëherë ky për me hyrë një herë në fe islame, duhet mi thonë shahadetin dhe duhet mi përsërit pohimin e asaj që më herët e ka mohu. Për shembull, nëse dikush e ka mohu obligueshmërinë e zakatit, ai që e mohon obligueshmërinë e zakatit me një fjalë forme e ka mohu Kur'anin, se obligueshmëria e zakatit është bë obligim në Kur'an, edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i bie, që i tilli kur dëshiron mu pendu dhe mu fut në Islam, le që duhet mi thonë shahadetin edhe një herë, po duhet ta përsërit edhe atë pjesë të cilën e ka mohu fillimisht. Pastaj besimtarët, do të thonë në përgjithësi thash se njerëzit i gjykojmë në bazë të jashtmes së tyre dhe në bazë të deklaratave të tyre dhe nuk hyjim në atë në çfarë kanë në zemrat e tyre, të cilën e kemi përmendur hadithin e Usama ibn Zeidit, i cili ka qenë në një betejë për betejave të luftës dhe në një moment kur në ballafaqim sipër me armikun e ka ngrit shpatën mira dhe armiku, ai kundërshtari i tij, e ka thonë shahadetin. Dhe ky nga gutia gjaku i nxehtë në luftë i ka ra.
Dhe çfarë ka ndodhur? Thot vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e çorton atë shumë saqë Osama thot do të doja sikur ta pranoja Islamin të nesërmen, domethënë pas këtij rasti, mos ta kisha pranuar Islamin e më çortu atë shumë e ka çortu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe çuçi ka thonë e ki ra dikuj që ka thonë shahadetin, i ki ra domethënë e ki godit dikën, ki bosh shkaktar që me vdek ai, e ki myt me një formë. Pasi ai ka thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ka thonë Osama, po e ka thonë nga Afrika, sa më shpëtu, thot, aja qelet i zemrën? Aja qelet i zemrën? Aja qelet i zemrën ja ka përzit disa herë. Thot, atë shumë ju ndi i qërtum për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa që thot, do të doja që mas ati rasti ta kisha pranu Islamin e jo para ati rasti që veç mu kërcy për ati qërtimi të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra këtu e shohim që besimtari në momentin që thot shahadetin, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, i tillë është besimtar. Pastaj mbetet pjesa tjetër tek Allahu i lartësuar se çfarë ka në zemër dhe çysh e dëshmon dhe e vërteton ai besimin përgjatë jetës së tij. Pra na njerëzit i gjykojmë në përgjithësi në islamin e tyre, me futjen e tyre në islam, me deklarimin e shahadetit, pastaj dallojnë besimtarët, domethënë sa i rrihin konform kësaj dëshmie, sa i çojnë në vend se shahadeti është qelsi i xhenetit, dhe secili thonë dietarët, secili qels i ka ata dhëmzorët e vet. E shahadeti duhet të plotësohet me gjitha dhëmzorët e vet. Ata dhëmbët, secili qels e keni pa i ka dhëmbët e vet. Shahadeti i ka ata dhëmbët e vet që është njëra prej tyre bindja, dija, sinqeriteti, e kështu me radhë të cilat i kanë përmendur dietarët, mbase i përmendim në një radhë tjetër. Kur kthehemi tek besimtarët, se tash do të dalim te pjesa e dytë e ligjëratës, ajo çfarë e nxjerr njeriu nga feja, duhet ta kemi parasysh që besimtarët, pra lloji i parë i besimtarëve, dallon në grada. Dhe kemi thënë, pe gradave më të larta janë ata të cilët sabiqun bil khairat, ata të cilët i kryejnë obligimet, shmangen nga haramet, i kryejnë sunetet, ruhen nga të veprat e qortuara, nuk lirohen shumë në të lejuarat, por këta janë gradën më të lartë të imanit. Këta pothuajse janë domethënë me bindje të lartë në ahiret dhe vazhdimisht e kanë synimin Allahun e lartësuar dhe kujdesen për fetarinë e tyre, kujdesen për devotshmërinë e tyre. Pastaj janë ata të mesatarët, el muqtasidun, janë ata të cilët i kryejnë urdhrat dhe ruhen nga ndalesat e Allahut të lartësuar. Pastaj janë ata zalimun li anfusihim, ata të cilët i bëjnë zullum vetvetes. Janë ata grada e tretë e besimtarëve të cilët i kryejnë farzet, mirë po çalojnë nga pak, çalojnë nga farze. Nuk i kryejnë me shumë përpritmëri dhe gjithashtu bijnë në gjunahe, Po ashtu i kemi pastaj një grup i tjetër i besimtarëve të cilët do të hyjnë në xhenet, pa dhënë fare llogari, me ghairi hisab. Po ashtu do të ketë nga besimtarët të cilët do të llogari të lehtë në ditën e gjykimit. Po ashtu ka nga besimtarët të cilët do të hyjnë në xhenem, dhe do të dënojnë aq sa Allahu i lartësuar don që ata mu dënu, dhe pas një kohe këta kanë vdekur si monoteist, por nuk kanë pas aq shumë grad vepra të mira, saqë më shpëtu nga zjarri i xhenemit, kanë pas vepra të këqija, do të dalin nga zjarri i xhenemit dhe do të hyjnë atë ujin e jetës dhe do të hyjnë përsëri në xhenet. Ky është besimi jon i drejtë i ehlus sunetit dhe xhamatit. Pra kush ka thonë shahadetin, me gjitha ato çfarë nën kupton shahadeti, prej kuptimeve të tij dhe prej besimeve në Allahun e lartësuar, me detajet e tij dhe besimin në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në detajet e tij dhe në çfarë ka ligjësuar pejgamberi dhe Allahu i lartësuar, ai i tilli do të bëhet nga banorët e xhenetit dhe do të shpëton nga zjarri i xhenemit herët apo vonë. Ndërsa kjo është kushti përderisa nuk ka shkel në ndonjë shkelje të madhe që e nxjerr nga Islami. Nëse e shikojmë se çfarë e nxjerr njeriu nga Islami, dietarët i kanë dhënë në disa kategori. Fillimisht do ta marrim një rregull të Imam Tahawiut, i cili në akiden e tij thotë: ne i quajmë musliman ata të cilët janë i thartë të kibles tonë. Cila është kibla jon? Kibla jon çapja. Gjithë secili i cili i drejtohet kibles, ai është musliman dhe këta janë muslimanët besimtar. Përderisa e besojnë me plot bindje atë me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e besojnë atë çfarë ka njoftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ne i quajmë musliman ata të cilët janë i thartë të kibles, drejtohen nga kibla, janë besimtar dhe besojnë atë me të çfarë të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë njoftu për çfarë do të ndodh në pjesën e ghaibit në ahiret, për detajeve
Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe askënd nuk e llogarisim jo besimtar për idhtarëve të kibles në saje të gjunaheve të cilat i bojnë, qoftë ajo pirja e alkoolit, qoftë ajo zina, qoftë ajo gjunahe të mëdha, përderisa nuk i përligjin ato gjunahe, përderisa nuk thojnë që alkooli është halal. Pse? Se ky i tillë e ka mohu Kur'anin, i cili e ndalon alkoolin. Përderisa nuk e përligjin, pra nuk e bëjnë të lejueshme një gjë që Allah i lartësuar dhe i dërguari i tij e kanë ndaluar. Atëherë pra nuk i konsiderojnë idhtarët e kibles për jo besimtarë në saje të gjunaheve të cilat i bojnë, përderisa nuk i përligjin ato gjunahe. Dhe po ashtu themi nuk deklarojmë që bashkë me imanin çfarëdo gjunahi që e bën nuk bën dëm. Mirë po na themi që gjunahet shkaktojnë dëm dhe e zbresin imanin për atë i cili bien në gjunahe. Po ashtu themi që nuk e nxjerr njeriu nga Islami, pasi që e ka deklaruar Islamin dhe e ka thonë shahadetin, përveç se nëse e ka zhbë deklarimin e tij, që kjo është bërje, se çfarë e nxjerr njeriu nga Islami, tash do ta marrim në vijim kalimthi, pastaj në ligjëratën e ardhshme do të zgjerohemi më shumë në detaje. Fillimisht, duhet ta kemi parasysh, dietarët i kanë nda këto kategori të nxjerrjes së njeriu nga Islami. Duhet ta kemi parasysh se njeriu përderisa është në jetën e kësaj bote, çdo gjuna që bie ka pendim. Edhe nëse bie në shirk, ka pendim për ta. Pra bie në gjunahin e idhujtarisë, që është gjunahi më i madh, Allahu i lartësuar ja fal përderisa i kërkon falje dhe pendohet. Ndërsa gjunahet nën shirkun janë nën dëshirën dhe vullnetin e Allahut. Nëse pendohet, ato ja fal. Po nëse vdes pa u pendu, atëherë këto nuk e nxjerrin nga feja, mirë po është nën vullnetin dhe dëshirën e Allahut. Nëse Allah i lartësuar don, ja fal, nëse nuk do, Allah i lartësuar atëherë e ndeshkon për to, derisa pastrohet prej atyre gjunaheve dhe hyn në xhenet. Atëherë, cilat janë ato kategoritë çfarë e nxjerrin njeriu nga Islami? Fillimisht, ne ju kujtohet në ligjëratat e para kur kemi thonë besimi në Allahun e lartësuar në kupton 3 çështje. Kena thonë besimi në rububijen e tij, në uluhijen e tij dhe në esma wa sifat. Esma wa sifat, kemi thonë, besimi në rububije, si kategori e besimit në Allahun e lartësuar vjen, që Allahu është krijuesi, Allahu është furnizuesi, Allahu është drejtuesi i të gjitha çështjeve të robërve të tij dhe në kozmos. Pra kjo është ajo rububia, që Allahu i lartësuar vepron. Allahu i lartësuar është sunduesi i ditës së gjykimit, është ai i cili furnizon krijesat e tij. Domi dhe dobia është në dorën e tij. Është ai i cili jep jetën, është ai i cili merr jetën, pra shkakton vdekjen, është ai që i furnizon. Në dorën e tij është bereqeti, prej tij varen të mirat. Pra kjo është besimi i parë në rububie. Besimi në kategorinë e dytë është në emrat dhe cilësitë e Allahut të lartësuar. Kjo ka shumë rëndësi për më kthy tek ligjërata e parë, të cilën e kena shpjeguar, këtë kategori të ndarjes së besimit në Allahun e lartësuar, në mënyrë që ta kuptojmë drejt pastaj kur bën dikush shkelje. Kur bën dikush shkelje në çështjen e shahadetit. Pra na thojmë në shahadet ashhadu an la ilaha illallah, që nuk ka zot tjetër që meriton më adhuru, përveç Allahut, atëherë besimi në Allahun i përfshin këto 3 kategoritë. Rububien, pra që Allah është i vetmi krijues, furnizues, sundues, drejtues i të gjitha çështjeve, domi dhe dobia është në dorën e tij, pra gjitha çfarë përfshin rububia e tij. Esma wa sifat, se Allahu i ka emrat më të bukur dhe cilësitë e tij më të larta. Allahu i lartësuar nuk njeh mangësi. Emrat e tij janë absolut dhe janë të përkryer. Allahu i lartësuar nuk ka nevojë për krijesat e tij, ne kemi nevojë për Allahun. Allahu i lartësuar nuk i mveshet çfarë ju mveshet krijesave të tij. Allahu i lartësuar nuk smuhet, Allahu i lartësuar nuk flet, Allahu i lartësuar nuk kotet, Allahu i lartësuar nuk ka nevojë as për ushqim as për pije, as nuk ka nevojë për krijesat e tij. Prandaj nuk i mveshet Allahu të lartësuar që ka djalë, as që ka bashkëshorte, të cilët e shpifin. Allahu i lartësuar është i pastër nga shpifja e të krishterëve. Pra kur e ki besimin në qartë, pastaj e kupton edhe cila është ajo shkelja. Pastaj kategoria tjetër, el uluhia. Uluhia çka i bën? Që Allahu është i vetmi që meriton më adhuru. Që i bën çdo adhurim tonin, çdo fjalë tonin, çdo vepër tonin, që është adhurim, që Allahu i lartësuar është i kënaqur, sikur betimin në Allahun, sikur falja namazit, sikur dhënia e zakatit, sikur kryerja e haxhit, sikur thërrja e kurbanit, sikur lutja,
sikurse shpresa, sikurse tevekuli. Të gjitha këto janë adhurime, duhet t'i kushtohen vetëm Allahut të lartësuar dhe nuk lejohet në asnjë formë t'i kushtohen dikujt prej krijesave të tij. Pra këto janë 3 kategoritë e besimit në Allahun e lartësuar. Që to 3 duhet më plotësu me përshtatshmëri. E më së shumti njerëzit që i nxjerrin nga feja është kjo kategoria e tretë. Kjo kategoria e tretë në uluhije. A keni pa njerëzit besojnë që është Allahu krijues. Mirë po shkon, kërkon bereqet tek varri, tek pema, lidhet me një patku, patkojt kalit, lidhet me brinjët e cjapit, kaprollit, ku diune, se ajo e sjell mirësinë, dobinë, bereqetin kështu me radhë. Ku është qalimi? Qalimi është se nuk e ka besuar Allahun e lartësuar si duhet në robobien e tij, pastaj ju ka reflektuar dhe ju ka shtrembëruar besimin e tij në uluhien e tij, se vetëm ai meriton madhuru. Se vetëm ai meriton madhuru, dhe po ashtu kategoria 4 që ka mundet njerëzit me nxjerr nga feja është me e qortu ose me gjetë mangësi në shpalljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me gjetë mangësi në shpalljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo me gjetë, domethënë me dyshu në vërtetësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo në vërtetësinë në atë në çfarë na ka kumtu nga pjesa e fejes. Pra kjo është në përgjithësi ato 4 kategori të cilat dietarët i kanë nxjerrur ose janë munduar mi përmbledh, shkaniu në nxjerr nga feja, dhe pasi e kemi të qartë me çfarë hyjmë në Islam, duhet ta kemi të qartë se tash çush ka mundësi më kon reflektimi ose çush ka mundësi më kon doja nga feja. Çush ka mundësi më kon devijimi nga feja. Në mënyrë që ti kuptojmë, ti mësojmë, ta ruajmë veten tonë, ti ruajmë familjet tona që pasi që janë bërë musliman, të vdesin si të tillë. Të vdesin si të tillë, nga se besimtari nuk i garantohet shpëtimi derisa të vdes dhe të mbyllet jeta duke qenë si musliman. E lutim Allahun e lartësuar të na shtoj dije të dobishme dhe të na bëjë dobi nga kjo çfarë dëgjuam, të na mundsoj ta kuptojmë qartë fen, na mundsoj që ta mësojmë ajo na çfarë na rrezikon besimin ton, këtë gjën më të çmueshme që e kemi, dhe ta ruajmë atë, ta ruajmë për familjet tona, ta ruajmë për veten tonë dhe ta ruajmë tek pasardhësit tonë duke ja mësuar besimin në detaje, në mënyrë që kur të përballen me dyshimet të jenë stoik, të jenë të palekundshëm, të paepur përballë dyshimeve, po të jenë të qartë, të ndërtuar me dije mbi argumente dhe prova, në mënyrë që të kenë përgjigje për dyshimet e mundshme. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.